4 vite pas shpërthimit të luftës, kryeqyteti Kiev u zgjua në një atmosferë reflektimi dhe dhimbjeje. Banor, familjar të ushtarëve dhe zyrtar të lartë, u mblodhën në qendër të qytetit për të nderuar kujtimin e të rënëve dhe për të kërkuar drejtësi. Sheshi kryesor u mbush me flamuj, lule dhe fotografi të atyre që humbën jetën në mbrojtje të vendit, ndërsa sirenat e alarmit, tashmë një pjesë e trishtë e përditshmërisë, kujtuan se konflikti mbetet i hapur. Presidenti Volodymyr Zelensky, në një adresim drejtuar kombit, vlerësoi qëndresën e popullit dhe theksoi se Kievi nuk do të dorëzohet deri në çlirimin e plotë të territoreve. Ai bëri thirrje për unitet kombëtar dhe kërkoi nga partnerët ndërkombëtar mbështetje të vijueshme ushtarake dhe financiare për të përballuar agresionin që ka hyrë në vitin e 5. Në anën tjetër, situata në front mbetet kritike. Luftimet e ashpra po vijojnë në lindje dhe jug të vendit, ku të dyja palët raportojnë humbje të konsiderueshme. Pavarësisht lodhjes nga lufta, vullneti ukrainasve për të qëndruar të lirë mbetet i patundur, ndërsa komuniteti ndërkombëtar rrit presionin diplomatik mbi Moskën përmes sanksioneve të reja. Për banorët e Kievit, kjo përvjetore nuk shënon vetëm kalimin e kohës, por simbolizon një betejë të vazhdueshme për ekzistencë. Mes rënojave dhe shpresës, kryeqyteti Ukrainas dëshmon se forca e shpirtit njerëzor është arma më e fuqishme kundër çdo pushtimi.